po qohet një milit si sa ka që vje rrugve, apo din që çdo kon ka edhe thët s'munet. Që ky është mendimi im. Për mua Albini është Enver Hoxha i dytë. Për veti po fol. Po i morin aty ka 250 euro dhe bojnë hajgare. Veç me kap një stup se me dollë para kuve, me tu hi stups. Limen se kom në hojë, so njëri të nderash. I ka myt njerëzit tu ju morën. Rëshvet, parë, sene, po për me e spuna, po në edhe Albini, kë Lima me qenë. Sa është një njeri Haraqazhi si kura mosh Haradinaj. Albini është Enver Hoxha i dytë. Edhe meriton me qenë, edhe Arbolinës shpionat e Beogradit ja kanë myt babën. E pse s'po bëj ka me qenë kryetare kuvendit. Apo thu që kjo është pengesë, ku pengesa? Ata që ja kanë myt babën e pengojnë. Dhe me honë e meriton me qenë kryetare kuvendit se ka unë kontribut baba i saj. Zdo me honë votat, mund është edhe me merita. E vërtetë. O shumë humbje madhe edhe këta. Në kuvend janë shkije, shqiptar shkije. A e fitoj, e murë votën. Edhe Arbulene e murë votë. E pse s'po bëj ka me kanë? Po qohet një milit si sa ka që vje rrugve, apo din që çdo kon ka edhe thët s'munet. Që ky është mendimi im. Për mua Albini është Enver Hoxha i dytë. Për veti po foli. Nëse shkojnë a zgjedhje prapë, se që po shihet... Na vëlla me gjithë ditën të zgjedh që Amerinë e kemë në Grekna. Na me shkije kena krye luftën. U kry muhabeti. Po i morin aty ka 250 euro dhe bojnë hajgare. Veç me kap një stup se me dollë para kuve, me tu hi stups. Se këta janë shkije shqiptarë. Unë e jam për Albinin, edhe Arbolenën, edhe femna si Arbolena. Edhe Donika Korvalla plotësisht e meriton me qenë presidente, se ja kanë myt babën. A s'da ma honë tash veç abadin. Jo të e di që kush ka hy pa kokër merite presidente shteti Shetit. A i kam kupton. Ky është me humbje madhë, ta që kem të bo. Qëtë është di që kam ju. Nëse edhe sot dështoj qeveria, tash a kanë prap ma mandat për me ba edhe një seancë tjetër për reformim, apo do të me shku tash në zgjedhje? Nëse shkojnë në zgjedhje, a do të fiton Albini 67%? 70% që shkon në zgjedhje Albini ka me amor çdo herë. Këto për me ndëgjoj këto. Se nuk u i korruptum, apo mërvesh, edhe punon njeri në drejtim, edhe dur zgjedhje ja u muar. E ti kur ja u merë një herë, ja u merë edhe herën e dytë. E vërtet. A është kështu? E vërtet, se mëso është e marma. Lutem, edhe njerëzit peshojnë që po punon mirë. Ky është mendimi im. Do më thanë, Enver Hoxha i dytë është Albin Kurti. Ta me folë mund që ka donë. Kjo Donika Korvalla thu që do të më bë presidente e shtetit. Unë e për veti më pytë, s'do me thonë Donika. Po, femna si Donika, që ja ka myt shpionat e Beogradit babën, si kur na Arbolenës, aty s'ka vota, ato janë merita, dhe më me meriton. E pse pju pengon qeverijës Albolena Haxhiu? Po i pengon se janë shpionat e Beogradit ullën aty, që ata cilët ja kanë myt babën. Kjo shumë, pyetje thjeshtë kjo, e fitoj qite, si e spuna heqe. Vërtet? Lutem, Vërtet. shif. A dohet me ba reformim partia, kjo lëvizja vetëvendosje? Qështë reformim? Reformim, për me jek qëto, se nëse jekin... Komunet, se nuk e ka shikun e Enver Hoxha Albin Kurti. Edhe pse është Enver Hoxha i dytë. Në Evropë, në Amerikë po të shtyhet. Nuk mundet për posë fushin e Enver Hoxha. Si Enver Hoxha, që ka kajtë nënën shpionat të mbrenë shumë dhe tjashtë. Kjo gjysën e kuvende ka shpionat. E kuja votën e Arbolenës? Si alon, Arbolenës, farme si Arbolena, shambull si Donika, që meritojnë.
Ky Fatmir Lima po flitet që ka mu kanë kandidati i dytë për ku nëse hiqet Albulena. Mua vetëm më intereson me ecë përpara. Limen se kom njëri të nderash. I ka myt njerëzit të ju morën. Rëshfet, parë, sene, po për me ecë puna bon edhe Lima me qenë. Sa është një njeri Haraqagji si kur Ramush Haradinaj. Se Ramush është Haradji, a? Haradji njerëzve 400.000 euro jo ka marë. Ajo komandon të burraj. Ajo ka bolla që ashtu. Një prej tyne është edhe Lima, të nderaj. Ka prish atje fshatin atje, dhe më unë shtetin, mua dhe ty. Mirë po për me jesë puna bon edhe Lima me qenë. Vesh letet, si Schulz në Gjermani. Këtë në rrëll, hajë po bon bashkë edhe ecëm. E nëse PDK-ja afrohet për më bo me vetëvendosjen, çfarë mendimi kishe dhënë ti? Po, vesh le formohet qeveria, bu. Vesh le formohet. Çfarë mesazhi kishe dhënë sot drejt për drejt popullit Kosovës, Albin Kurtit? Boj kjo me popull, kjo ka boj me banda, me mafi. Çfarë mesazhi kishe dhënë krejtve? Unë kredi u ka hunë më formu qeveria me jesë për para. Se unë edhe këto po ta thëmë. Kryetarët shqiptarëve një Bajram Begaj. Kryeministër e një Edi Rama. Unë e kom vetëm dhe qamerin në grek. Su jam elvereshtu mirë në pej, të nishit me këto punë. Jo ka i në Palestinën, se s'kam dorza për ato punë. Kjo është mendimi, ma. Mos e të prova. Faleminderit, jo, tamam ke fol, tamam me mirë. Zoti së unë kërkon, Zoti për bërë shi për tërmet. Po më ka rujt puna ime. Edhe puna për dhe Zoti do të më trujt. Unë jom gjendë çdo kuj me i darë. Unë veç po hëm meritën time. As po folje për ty, as po të boj qka dunë. Veç ka jënë të bo këta në kuvend. Marra. Edhe këto. Sa u konë pa deken me hoxha kush me shqiptar s'ka kesh. Tash me neve këtë bota po kesh. Edhe pse ka qenë shteti maj varfën në botë. Kaq. Faleminderit shumë. Po si më keni zohe, po Albinin edhe Kurtin. Mos tanin. E ju të dashur miq, rrini me neve sepse gjanat e mira i sillën veç na. Kosova Info ju informon për çdo gjë.